Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Vetëm 5 minuta nga biseda me të off records më ka bërë të kuptoj se na pret një episod vërtet i veçantë. Adelina Jashari Bikliç. Bravo the. S'ka lidhje. Shenjë mirë ndoshta? Po. Patjetër. Që duhet të rikthesh këtu. Po. Fillimisht mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, është kënaqësia imja. T'jem pranë teje, fillimisht. Edhe për mua, një e ftuar shumë e veçantë. Kështu si ti nuk kam patur asnjëherë. Të gjithë janë të ndryshëm, janë unik në fakt, por në këtë llojin tënd tani po shoh kështu. Faleminderit shumë. Kjo është stili im, kjo jam unë, kjo është origjinaliteti im dhe s'dal asnjëherë ndryshe, askund. Bravo. Unë ty të gjeta në Instagram. Ishte kushërira ime nga New Yorku, që më dërgoi një link, një klip tëndin, edhe u kuriozova shumë për Adelinën. Adelina bën torta Michelin. Specializimin e ka të tillë, por ka qenë juriste, e ke braktisur ligjin. Po. Njerëzit çfarë nuk bëjnë shqiptar, madje shqiptarët në Shqipëri, Adelina disa vite nuk kanë lënë gjë pa bërë për të bërë të gjithë jurist dhe për të studiuar për juridik. Kjo ka qenë edhe arsyeja kur u desh të vazhdoj unë shkollimin për universitet. Rrjedh nga një familje akademikësh dhe ata me dojë mos që duhet të studiosh o ekonomikun o juridikun. Pastaj vendosa për juridikun, se si e vogël kështu kam qenë e inkuadruar në balet, në teatr, kam pas shfaqje, kam qenë një lloj balerine, një lloj artiste, po pa publik. Dhe gjithmonë kam qenë e apasionuar pas artit, qysh prej shkollës fillore, mandej edhe të mesmen, kam marrë pjesë në galeri të arteve, gjithkund kudo që ka pas ndonjë mural apo ndonjë pikturë që është dashur të inkuadrohemi, kam qenë unë pjesëmarrëse prej shkollës time. Por me që artit e ne ende nuk vlerësohet sa duhet, atëherë pragmatizmi i familjeve. Mandej ishte ajo koha kur jo duhet të studiosh këtë shkaku i të ardhmës tënde, duhet të dish ligjin, babi im gjithmonë ka thonë, je gat babi të merr çantën për me u munoj me ma shtin qef profesionin. Unë thësha nuk po du, po okej, prap, mandej vendosa. Por nuk është që e kam mbajt shumë si profesion, sepse në moshë 3 dhe jam martu. Jam martu në moshën 20 vjeçare. Kjo është arsyeja që ke 4 fëmijë, ka dhe 4 fëmijë Adelina, se nuk kanë fund surprizat në këtë episod. Jeta ime, dhe s'do doja të ishte ndryshe asnjëherë. Sa bukur. Nuk më kanë ndalë asnjëherë për asgjë, edhe nuk mendoj që ndalë asnjë nën në botë fëmiu. Po pavarësisht asaj unë kisha disa vite që është dashur për kujdesje ndaj tyre dhe nuk kam mund ta ushtroj profesionin tim, por kam punuar me burrin tim, bashkëshortin, kemi kompaninë tonë, kam punuar her pas here te ai, mandej. Çfarë kompanie ka bashkëshorti? Bashkëshorti im është IT. Ka kompaninë vet për pajisjet sigurisë. Mjafton të hapësh Instagramin e Adelinës dhe do ta vë linkun që ta gjeni kollaj dhe tek YouTube-i tek episodi, sepse është kënaqësi estetike ti shohësh ato torta. E shikon artin, e shikon atë bukurinë, atë finesën, domethënë ta bën vërtet zili. Ajo ka ardhur sot me një tort. Së pari dashurinë që e shfaq në këto dhe sa më dhemb ndrase dikush nuk e vlerëson. Më dhemb shumë. Nuk kam shumë prej aty, nuk kam has, por e shoh nga të tjerët, për shembull, ajo është veç torte. Do të tregoj tash edhe për këtë pjesën se si e ka marrë vendimin që të ik dhe të shkollohem për këtë pjesë. Po. Dhe e kisha tek torta, që tortat e tua janë shumë të bukura. Por unë jam shumë kurioze për tortën e parë që bëre ti dhe u bë e famshme. Atë momentin e parë të shkëlqimit, se ndonjëherë ka talente kjo botë Adelin dhe ti e di që nuk i sheh, nuk i zbulon njeri dhe ndoshta nuk kanë kurajë. Dhe po, ndërsa ti ke patur, unë them që pasioni është si diga, talenti është si diga, shpërthen dhe nëse ti do të punosh për të do ta marrin vesh njerëzit. Po, kishte një moment, ishte pandemia që i vuri në dukje tortat, filluan të t'i porosisin njerëzit. Siç isha tu bisedu edhe më herët, pandemia dhe mbyllja jonë, izolimi jonë në shtëpia. Mu më duheshte të merrem me diçka, sa rri dhe
3 fëmijët e mi. Mandej kemi jetu në familje më të gjerë, do me thonë me prind e Albanit, burrit tim, dhe çka të bëj unë gjithë ditën isha në kuzhinë. Ma bëj ke kome ta bu me shalter. Se veç në kuzhinë, mami unë pedu këta, mami edhe interesant, fëmijët e mi janë gurman. Hajnë shumë, po edhe burrin e kam shumë arakli në ushqime. Edhe vendosi... Fati tyre. Po, Okej. po. Dëgjoj, është dhe si ti ushqesh, i ke mësuar të hanë mirë edhe... Po, këtë këtë bindje dhe dashurin ndaj ushqimit sikur ma ka zhvillu edhe pak ma tepër edhe burrim, sepse kudo që dilnim bashkë në për restorana, apo çdo gjë që e ka hongër, kur ka ardhur në shtëpi, më ka thonë ngjyrën e pat qështu, edhe unë ape di, qka ke të regoma veç pak qështu, edhe kom shkoj, kom pregadit, edhe a ke qështu? Po, qështu ke ku, që shpedin, ma ndej shoqniz vetë, Me torta gjithmonë apo dhe ushqimet të tjera? Gjithë ushqimet të tjera, jo. Ti edhe kripën e qanë? Po. Edhe, okej. Po, shumë. Me tepër konfident. Shumë. Edhe shoqniz vetë gjithmonë të ju thonë, kësaj veç në gjyrën të regoja, edhe s'ka problem. Qka do që të hatë, gjithë qka bre e banë, edhe kam thirë, mandi kam qenë gjithmonë marakli kështu me mbledh musafir, me mbledh në shpit, dy qysh është my love language, është dashuria ime, është gjua ime e dashurisë, po. Në mbledhjet musafirve të njerëzve të cilëve do t'ju servoj ushqim, të pregaditur prej duarve të mia, dhe gjithmonë kam qenë ashtu. Asnjëherë jo nuk du me ble, kam ble vetëm për bërësit me të cilët do të pregadis diçka për finalizim, do më thonë edhe shtapichat edhe korpat për mi mbajt kiflet i kemi bo vetë, që ashtu jam su prej mamit. Më falë, ti shikon receta? Shikoj receta, por asnjëherë nuk i bëj si shkruajnë. Do me thonë gjithmonë do të me pas pak Adelina aty, e kryoj vetë vetiju. Ti bën kombinacionet e tua? Kombinacionet e mia. E përsërit ti të njëjtën tort? Jo. Ka përsëri sepse i kam autentike të mijat. Por vazhdimisht nxjerr diçka tre ose bëj kombinimet. Tani do flasim andej për këtë pjesën akademike time, një të tregoj qysh kom arrit deri këtu. Dhe hapi faqen e Instagramit, kështu kot, pa e imagjinu. Veç tash s'kom çka me bo bilet merrna me diçka, se tash ti burrimi është aty, ai po merreshte gjatë gjithë kohës me punën e vet dhe sikur unë s'isha më e inkuadrume në atë pjesë. Por pastaj me që gjithë ditën isha izoluar në kuzhinë, tash bile t'ju tregoj edhe njerëzve çka me pregadit, se a i din kur jena krejt të mbyllun, edhe t'i zdin ka njerë është mirë me marrë një shembull prej dikujna, ose veç jemi me shoqe, për shembull, e qka me bo bre nesër për dreka, qka po thu me bo sot, qka ki me bo ti, është një ide veç me marrë që ti qka me bo, qka me pregadit nesër. Kështu që thash, ajt edhe folje këto edhe është knaqësie imja edhe me tregu pse jo. Kam fillu e kam pas veç një pjatë shumë thjesht me një fiq derun, një rozmarin, sepse në oborrin ton kemi të mbjelluna kështu shumë plants. Tash bim. Erza. Anglisht e erza. Dhe e marrë e shkëpus edhe atë prej oborrit pak normalisht, edhe veç më pëlqen ajo pjesa e pjatës që shdo këtë veç një rozmarin, një kajsi e teron edhe një fiq, kështu edhe e postoj. Me dorën time i kam tatuazhet, atëherë kisha vetëm 3 tatuazhe, sepse thanën ende nuk e kisha. Dhe e postoj faqen, mandej une shoh edhe pak si kur janë të gjithë të izoluar, s'kan çka të bëjnë, edhe shoqnin shumë të madhe, edhe Adelina, bravo, tu e marrë parasysh faktin që të gjithë e kanë ditë se si pregadis dhe sa javë jam në kuzhinë. Edhe Adelina, bravo që e qeli, hajde që ta është i shqyqyr finally, se që sa jemi të lutë. Motra e më thot, do të me qelti pa tjetër faqen. Hajde, okej, pe qeli. Mandej gjdo dit me pregaditje tjera. Tu hy pak diçka tjetër, tu pa diçka. Hajde ta provoj edhe këtë, ëmbëlsirat i këm pas gjithmonë, do më thonë kanë qenë mëngjesi, zamra, dreka, diçka edhe përdar kështu diçka ma tjeshtë, edhe pa tjetër edhe një ëmbëlsir. Duke marrë parasysh faktin që ëmbëlsira ime preferume ka qenë cheesecake, edhe unë vendos që të bëj krejt llojet e cheesecake-ave çdo ditë.
çdo ditë ka një cheesecake. Me ngjyra të ndryshme, tu i përgatitë ngjyra. I bëje vetëm për t'i fotografuar, për t'i nxjerrë, nuk i shisja, i trasha hanit krejt vetë në familjen. shtëpi. Po. I trasha u se cili, shumë jetu bo, qka jetu bo, kështu, s'pona shte se, une nuk i ha, une shumë pak, veç t'i kërkoj të shte ka shien, po that urge, e din që është ta pregadis se kanë me pa, ta shte e shojnë, e pregadisin shpjat veta, ku ka matë mirë se ëmbëlsira, ku ka sen matë mirë se ëmbëlsira, kur vendosët në tavolin. Edhe i kom ndru ngjyrat shumë shpesh, për shembull, kom pregadit me gjithë frutat që i kam marrë, frutat e ngrime, ta shte varsisht prej sezonave të ndryshme, qysh janë, po kam pregadit, sa atër nuk kam qenë edhe bashkë kështu, tash ky frut nuk është i sezonës, me këtë nuk pregadis torte, tani që jam kështu shef. Po, kam pregadit edhe gjithë ngjyrat për të mos përdor food coloring ose këto ndonjë lloj ngjyrosësit, nuk i fut ato. Jo, tani kemi, sepse janë tash në shkencë është ndryshe, por atko ishin kështu, si tam, torte ose cheesecakes më rustic. Qysh ka dalë që ashtu, atër nuk e kom pas këtë synin tim kritik në via arkitektura, matematika e tortës, e mbrëndësia e këto, ta është i kam sy tjetër kritik. Në fakt të mbërësira, tortat kanë matematik? Matematik, unë thamë, është arkitektur, është matematik edhe është mjekësi. Kur e studion pasliqërinë, është shkencën vete edhe nuk thehet. Më besoni, nuk e kam dit ason, por kur kam marrë rrugën për studime, kam thënë dalove që pak se... Kur vendoset ti futesh studimeve? Dhe të mos e mbash atë thjesht një pasion në Instagram? Po. Tani, pas shumë kërkesave, të cilat më janë bë prej ndjekësve të mija, pse s'pe hap një lokal, pse s'po fillon me bu me porosi, pse nuk isha as shkollim, as kur gjë. Vetëm prej pamjes, sepse gjithmonë i ka pasë ndryshe. Prej fillimit kam startu me torte ndryshe. Kam përdorur lule të ndryshme, të cilat janë edible, normal, duke u kujdes gjithmonë për shëndetin, që mos përdorim diçka që nuk është, që nuk hatës është e dëmshme për të fut në torte. Dhe binë sy edhe prej televizioneve. Pa e imaginune, pa e dasht, pa e kërkuat. Më thrasin televizionet, na sjell një torte sa e bukur kjo me lule, sa e bukur kjo, sa e bukur kjo. Fillojnë inspirohen ndryshe. Dhe e them me krejt bindjen e madhe që kam inspiru shumë femra, shumë gra, shumë nana, që shmi pregadit tortet, si duhet duket e bukra, pavarësisht që kemi fëmijë, pavarësisht çka punojmë, pavarësisht se çka kemi, çfarë profesioni kemi në jetë, gjithsesi prap se prap. Shiko, historia jote është frymëzuese jo vetëm për tortat. Tortat janë talenti yt, është dhuntia jote, ta ka dhënë Zoti, po dhe ti vetë e bën atë gjë. Po ti, unë mendoj Adelin që ti je frymëzuese edhe se ke zgjedhur të bësh atë që do dhe atë që di. Se njerëzit jetojnë, shumica e njerëzve çojnë jetën në kuadrat, pa e ditur ndoshta se kush janë dhe çfarë duan. Shumë e vërtetë. Dhe kjo është arsyeja kryesore përveç bukurisë të tortave të tua që jemi duke folur bashkë. Dhe shumë shpesh e citoj sepse dua t'u jap shumë forcë femrave, jam feministe në aspektin normal për të arritura dhe për veta dhe për atë se çka duan në jetë të përcaktohen në diçka dhe mos të punojnë kur thom unë ashtu e ka një comfort zone ose janë settle me atë, por sikur janë të kënaqura, të motivohen. Dhe unë sigurisht kam motivuar shumë. Kam motivuar shumë dhe e them bindshëm, sepse ashtu çdo ditë marr mesazhe të ndryshme qysh prej fillimit dhe jam shumë e lumtur. Janë ato që më mbajnë, janë ato që më frymëzojnë edhe mua, si non, si grua, sepse ne njëra tjetrën duhet frymëzuar. Çfarë mendon ti kur bën një tortë? E sheh atë se si do t'ju pëlqej të tjerëve, apo e sheh se si të pëlqen ty? A janë të tjerët kur ti bën një tortë, apo është vetëm Adelina? Është Adelina, pik. Nuk e bëj, në rast se mu nuk më pëlqen, dhe nuk e ofroj atë çka mu nuk më pëlqen. As nuk vjen në shprehje. Nuk do të diskutim atë din të gjithë, këtë e kam kështu period. Edhe nëse më dërgojnë ndonjë foto, ndonjë fotografi apo diçka
e bën këtë apo e bën këtë, nuk jam fanse e fondantit, nuk e dua, nuk dua të punoj përveç torteve, ndoshta dasmave të cilat krijohen patjetër me këto llojet e sheqernave, por figurat për fëmijë, domethënë jam tu e hjek sa ma tepër këtë pjesë të fondantit. Dhe gjithmonë them xhunglla majmuna unë nuk bëj. Domethënë unë jam Adelina, njihem për këto, jam autentike dhe nuk dal jashtë autenticitetit tim, pavarësisht se çfarë do ti apo çfarë mund t'i pëlqej popullit. Kjo jam unë, kujt i pëlqej unë vjen tek unë, kujt si pëlqej jemi edhe 99 tjera ndoshta ose 100 tjera janë, unë jam kjo. Këtë e mbaj dhe s'dua ta humbas. E mbaj me shumë përkushtim dhe shumë Po, unë do të pyesja ty cila është diçka që nuk do ta negocioje kur ti në këtë biznes, se tashmë është dhe biznes kjo që ti po bën. Nuk është vetëm pasion, është biznes. Me sa po kuptoj unë, ti nuk e do të jesh kurse si komerciale. Nuk jo. Sikur e kam një lloj frike ka njëherë se që 5 vite me bindje e them këtë dhe asnjë nuk pranoj asnjë collaboration. Se duhet bësh Ronaldo duke gjujt topin. Po. Nuk e besoj, por në këtë rast kam disa herë edhe disa diskutime kështu me burrin tim, thot shpirti im dush me lënë dashnin, anash pak në rast se don me arrit pak diçka sa i përket të hollave. Po ti vija pak veshin se burrat diçka din. Din. Mos i paragjykojmë kaq shumë, nëse na duket sikur aq shumë, jo, nuk e paragjykoj. Bëj një kombinim mes pasionit tënd dhe Albanit them unë. Tash edhe ai më thot, deri në momentin që ti nuk din me dallu dashurinë me biznesin, dashurinë që e ke për profesionin tënd, me biznesin, ti ki me metë qështu gjithë jetën. Edhe unë i thëmë, unë preferoj me metë ma mirë qështu gjithë jetën se sa me shku commercial. Në fakt nga që të duket ajo dashuria jemi këtu duke folë sot, kështu që po. Ti bëjmë pak më njanë Albanit, tani dhe trim ke dashuria, se prapa dashuria i sjell edhe të hollat. Po, nuk e kam atë problem. Puna e mirë i sjell të gjitha. Po, ndoshta është edhe një pjesë tjetër që kemi të ardhura tjera dhe nuk është shumë se nuk e fajsoj askënd, as nuk e paragjykoj, as nuk dua të jem gjykuse në këtë rast, sepse gjithkush e din atë të vetën, unë thjesht jam këtu për pasionin tim dhe e shpalos atë çdo ditë, por ndoshta të tjerët e kanë me patjetër që të dikush mund mbaj familjen por unë jam artizanale. Në këtë pjesë jam artizanale, më ka ardhur prej si me thonë prej out, krejt pa imaginu, I didn't ask for it. Edhe si vaj, si grua, si non, që jam kështu me ambicje pak ma të forta, edhe që i shkoj ball pak arritjeve ma ndryshe, jo vetëm 3 dhe unë po qes torte, atëherë unë e vendos që të shkoj. Po qysh më ka ardhur kjo ndjesi prej mrena, si kur më vloj ke shpirti, më është së mur njëni prej fëmijëve, kështu ftohje, grip. Dhe unë e dërgoj në spital, që të kontrollojnë. Aty hasin në një doktor dhe më pyet tashti për profesionet, për profesionin tim. Pa e përmendur unë juridikun as pak, sepse nuk më përket më dhe i tham jam shefe e pastiqerisë, jam pastiqere. Edhe më thot, këse që torte. Edhe sikur unë shfaqem shumë e fort nga jashtë, dukem ashtu dhe dukem tepër tough, që nuk thehem. Po me një fjalë mundesh me më thyj shumë lehtë, sidomos kur të më prek në tek torta. Dashurin tim është si me më prek te bebet. Është e njëjta si me më folë për fëmin tem. Po, janë fëmijët e tu janë? Se ka raste që veç i shok, shto nështë a kërkujt si dokën e veç tam, a jonë të mu dokë veç mu, a qka është o zota e ka bo dora jema, a e kom kryona, qka ku me dit, nuk e dit, a din si kur eshe fëmijën tënë edhe thu, o zot, qka kom dit unë me bo. Qashtu e kom unë të njëjtën ndjenjë edhe për këto, ndoshta edhe dokna edhe kështu që gjatë bisedave me krejt, jo veç pse janë këto. Të duket pasioni. Po, edhe
sikur më vjen me kajt, që aty për që aty, thëm, po, thëm, qase jam, edhe që aboj, po, qase jam. Edhe thjesht veç thëm, është njeri akademik, është doktor, dhe kur ky nuk e merr për të mirë qenë, që i thëm unë jam pastiqere, një torte, që ka me hangër edhe, do me thonë, kam i depërtu në organizmin e vetë, gjithë shka që na rrethon neve, edhe gjithë shka që ka i përket organizmit tonë, gjithë shka vjen prej ushqimit, unë e thëm, qysh do të unë tashti me avancu vetën unë në këtë pjesë që ta një shkencën. Dhe si kur filloj me qajt, hypin kere, shkojnë shpeve, i thëm burrit tem. Ja bëj, unë gjithçysh do të me vazhdu shkollimin. Nuk moj, se qashtu jam pa shkollim, nuk moj as me dalë, as nuk po du ma me vazhdu, thjesht pa shkollim. Hajde se tashti që t'ka thonë dikush, diçka tashti ti dosh mu demoralizu me njerë. Ja, gjithçysh ka me shku edhe futem kështu. Okej, Ani, hajde, tashti ta shojmë, se tash me janisën me tregu krejt këto. Jo, po para gjukimet, se po mendoja, Adelina, para gjukimet, ndonjëherë mund të dekurajojnë dhe të trezojnë, por mund të japin mundësin për të rishpikur dhe rindërtuar veten, për ta çuar shumë më lart. Kështu që nga ky para gjykim ke patur dhe një stimul. Unë kam pasur shumë para gjykime ndoshta, prej të shumëve, po kur e shohin që nuk të prekin aty ku s'dohet, me mundin që të prekin aty ku s'dohet, do me thonë këtu e kam fjallën për fëmijët, do me kur vjen dhe më thot, a qysh apo mundësh, milion fëmijët edhe me vazhdu ti, do me thonë, po të prek ku s'dohet. Sigurisht. Para gjykimet janë këto. Dhe këto vinë, unë e them, vinë prej ndoshta prej dikujt që ëndrron me qenë në atë pozit, por nuk mundet sepse është në komfort zonën e vetë. Dhe nuk vrapon pas njeriu duhet të ndjekë yllin e vet. Sepse unë nuk do të doja në asnjë moment jetës time të isha një nën e pa punë apo një nën e cila nuk ka arrit diçka në jetë, paktën për fëmijët e mi, sepse dhe ata do të ndjekin këtë rrugë kur më shohin mua dhe babin e tyre si dy prindër të cilët punojnë, të cilët i ndjekin ëndrat e veta, kështu që dhe ata do t'i ndjekin të tyret. Nëna duhet jenë dhe gratë lumtura. Kjo është e dyta, deshta ta përmend, patjetër. Gratë e kisha jo si bashkëshorte, si grua. Ti duhet jesh si qenie e lumtur vetë. Një nënë e lumtur, fëmijë lumtur. Patjetër. Andaj, lumturia ime, sepse gjithë negativitetin, çka do që kemi na, gjithë atë mërzin që e kemi, që nuk mund e ma, sikur të kisha mujte, kisha bo këta, kisha bo ata, kisha bo këta, në një moment që nuk ja lejon vetës dhe rrin aty, shkaku i fëmijët tënë, ti atë energji negative jetu ja transferu fëmijët tënë. Ti je aty fizikisht? Fizikisht je. Kurse mu kur më shohin kështu, më beso, kur kthehem në shtëpi, mamja je lodh, mami vin, mi puthin komt, vin 8-4 janë diçka kam si mami Ani që po çuna, ata bëjnë një kafe, ata bëj këta, din janë shumë janë kështu të pavarur. Sepse i kam mësu, nuk jam një prej nanave, ndoshta edhe për këtë kam para gjykime, po nuk është që më intereson shumë, sepse fëmiu im duhet ditë si të jetoj vetëm dhe si ta merr rrugën i vetëm. Ta çaj vetë rrugën në jetë. Po, i jetës. Tani, vendose nga i para gjykimi i mjekut, ti futesh studimeve. Studimeve dhe hulumtoj, kështu më del Alma, ishte ende koha e pandemisë pak, mbas një viti. Shoh aty se ku dua të shkoj. Ne me që jemi kështu si lloj mediteran dhe artizanale, këto patjetër që e kemi të dashun edhe vendin e Italisë, sepse edhe jemi të rritun edhe me ato ushqime. Edhe shikoj njerë në Itali dhe Francë. Isha mes këtyne dyjave, por kisha kënej për pak ma afër fëmijëve me qenë ishte edhe në Bullgari. Mandej për në Bullgari më duheshte që të shkoj 9 muaj atje, të jem prezente 9 muaj. Në këtë rast nuk mundesha, sepse ishte shumë sepse kisha thanën bebe, dëvogël. Nuk ka mund me lonë qaq dëvogël, edhe shosi janë mundësit dhe e caktoj një termin online për të biseduar, një appointment. Edhe më thonë, je me grupin e internacionalve, kështu prej maj do të fillon kjo periudhë, dhe ke kaq periudhë në këto online, do të bërë kjo pagesë, ajo pagesë, pastaj do të vish janë egzem, se këto tjerat,
certifikohesh, ta shtem varësisht si. Edhe e shqyrtojmë bashk me familjen, sepse unë nuk mund ta shti, është edhe fati im që kam nënën time, e cila është kujdesur për fëmijët e mi që unë të eci para. Ky podcast mbështetet nga Abibank. Jam e sigurt që të gjithë ndalemi dhe mendojmë çfarë të bëjmë me kursimet tona. Me Abibank ju do të gjeni mundësitë më të mira për depozita në lek, euro dhe dollar për të bërë zgjedhje të sigurta dhe frytdhënëse për të ardhmen tuaj financiare. Vizitoni website-in abi.al për të gjetur informacione më të detajuara që i përshtaten nevojave tuaja. Kthehemi në episod. Unë kam qenë në Alma, është shkolla internacionale e kulinarisë në Parma të Italisë. Unë kam qenë me grupin e internacionalve për pasticcerin italiane dhe franceze në kolab me École Ducasse të Francës, nga Parisi, në Paris. Atëherë. Këto janë, brende janë maja e kulinarisë? Janë maja të po. E kuptoj. Alma dhe École Ducasse. Do më thonë janë shkolla taman që je për sommelier, është për pasticceri, është vetëm për çokoladë, është për vioneseri, është për pica, mandej është edhe për kulinarin in general. Cili është profesori, pasticceri që ti takova atje dhe që për ty, për Adelinën është më i mirë në botë? Për mua jo që është më i mirë në botë, po atë që kam taku atje, i cili erdhë është Igginio Massari, ka të shumë, sidomos klientët e mi italian, shumë më thojnë Igginio Massari i Kosovës. Këto po thëmë, ku të mbri, ajo është, atë kam takuar, për ndryshe unë kam studiuar, shefi im kryesor ka qenë Luigi Margiovani dhe Angelo Belluzi, Berti Matteo, ndërsa në specializim pasaj e kam pas Baronetto Matteo, një ndër më të famshmit dhe një prej të parve që është në guiden e Michelin Star, së bashku me Giorgia Mazzoferi në Torino. Çfarë të thonin ata ty? Gjithmonë kam qenë superstar, në fillim jo. Në fillim jo, sepse jepën prioritetet tek të tjerët, prej ku je, prej Kosovës. Kosovën ka pas shumë që nuk e njihnin, kur kam shku. Por sikur unë isha pak më e vjetra, sepse kishte student pak më të ri, sepse atje shkojnë, do me thonë, kjo është shkollim taman prej high school, mandej gradosh taman si me kry fakultet. Universitet. 5.000 studenta në Parma. Parma, ku ka qëndru Duchessa di Parma, aty është krejt shkolla e kulinarisë, është provincë Colorno, është provincë e Parmës, aty ishim ne. Do me thonë, taman ka qenë me konvikt, ku kemi ndejt gjithë studentat, me ka një roommate. E që po ma bën zili kur ma tregon këtë gjë? Sa mirë është eksperienca më e mirë. Mund të shkosh si turist atje? Po, pa tjetër. Po nuk rrihet jashtë shkollës, sepse është gjithë livadë, sikur nuk ke çka të bësh tjetër, po është një eksperiencë shumë e mirë, sepse pas mbarimit të mësimit, bëheshim gjithë bashk, krijonim diçka tjetër, tu mësu, tu lexu, si ta krijojmë këtë, si ta krijojmë. Cili ka qenë komenti më tipik për ty, më i veçantë për ty, që të pëlqen dhe ty ta thuash? Sigurisht pse mos ta thuash. Nuk ka shumë komente kështu prej të cilave kam marrë, veç Beleza, excellenza. Excellenza di albaneza. Bellezza, excellenza. Bellezza. E kam pak. Okej, shumë mirë. Nuk është që e kam mësuar shumë italisht, por e kuptoj shumë. Dhe nuk mundem ta shpreh ashtu si duhet ose si lexohet. E ke shprehur me tortat? Me tortet, kuptohet. Me ëmbëlsirat e tua. Por tu mundu edhe të flas paka shumë, sepse ka edhe nga ata që nuk e flasin as pak anglishten, për atë edhe i kemi pas të ndam shefat cilët e kanë folë anglisht. E megjithatë nuk të pengoj që vije nga një vend i vogël dhe ndoshta jo shumë i njohur siç është Kosova, apo të pengoj? Jo, nuk e njihnin. Kosovën jam prezantuar gjithmonë si albaneze. Where is Kosovo? Albania, you know, I'm Albanian. Unë jam Albanian. Shumë mirë. Ka raste që jam ndjer shumë e përullur, pse je albaneze, pse je Albanian. Unë nuk e di veç them sa mirë më është kriju edhe një ekstra identitet që ta shfaq për nacionalitetin tim. Dhe
Kur vjen puna te shqiptarët, une tham 2 kreri kam pak i nxjerrë edhe 3 mbrapa. Po, e kam kështu. Nuk e di, jam shumë patriote. Ndoshta ne që kemi përjetu edhe luftën, që kemi pas. Edhe në botën e ëmbëlsirave dhe të artit ka paragjykime? Ka, sepse si ata s'është askush. Okej, duan mbajnë me hatër veten e vet, pra italian, francez, spanjoll. Po. E kanë, dhe me zvete dhe ata bashkë. Patjetër, dhe ata bashkë me zvete. E tashti me dalë na dikush prej neve, ma i mirë se ata, ose ma i mirë se vetë shefi, për me dalë një beleca ekselenca, nuk është. Ekselenca në fund, po. U bo mate, ekselenca. Bravo. Cila ishte pika jote e fortë, mendon ti? Është arkitektura, format që ti u jep, shija e tortës tënde? Si është raporti shije dhe bukuri, pamje, estetik? Të dyjat në një shkojnë. Të dyjat në një. E them kështu me shumë konfidencë, sepse së pari i kushtoj ma te për rëndësi produktit dhe me asaj se qka përbëhet. E fundit vjen pamja. Pamja unë tash është talenti. Ajo është pjesa ime artistike, është pjesa e talentit tim dhe si ma shes syri em. Si do të mduket mu e bukur. Për ndryshe, përkushtimi më i madh është në ingredientet. Ka shumë raste që ndëgjoj, sepse shkollim taman kryet në shkolla taman që janë të kulinaris. Jo nga shkollat të cilat janë të themeluara nga furnitor të cilët furnizojnë produkte të gatshme. Këtë e kam me tregue me pa tjetër, më vjen shumë keq, por tek ne, as në Kosovë, as në Shqipëri nuk ka një shkollë adekuate e cila të mëson pastiqerin prej fillimit. Kam dëgjuar dhe dëgjoj shumë shpesh që vinë edhe më thuhet sikur janë një grup i trajnuar që nuk janë pastiqer fare dhe vjen ma prezanton mu një çokoladë apo një edhe veç ta mua. MCA. Ka dalë, e thej aty, thëmë, për deri sa unë i di, me përqindje që janë mu, nuk muni me mshit një produkt që e di që nuk bën për atë që jam të e kërkuar. Prandaj duhet shkolla. Prandaj duhet shkolla. Mjafton vetëm talenti. Vi dhe thojnë, i kam dëgju sepse grupet e mia, nxënëset e mia e din ato akretu, unë flasë kështu shumë ashiqare. Mësojnë from scratch. Mas pari i kanë teorin, kanë me hyme një test teorik, nga zero. Një test teorik, të fundit e kanë testin me përmbledhjen e ëmbëlsirave cilat i kanë bo, sepse duhen mësojnë fillimisht emrat, as emra nuk njohin. Ti jep mësim tani, ti ofron mundësin, ku e bën këtë? Në laboratorin? Në laboratorin tonë. Ti ke një laborator që quhet? Laboratorin Adelina's Cook. Adelina's Cook, edhe aty vinë dhe mësojnë. Po, tani e kam në prill do ta kem trajnimin e radhës. Jam e lumtur njëherë që është një vajzë, përgjithsisht në fakt ëmbëlsirat i kanë bërë gratë. Gratë tek ne. Tek ne. Se jemi në një industri të dominuar nga meshkujt në këtë rast. Po. Por I'm proud to be a woman who leads në këtë rast. Cila është ëndra jote? Ëndra ime. Plani yt i madh. Ose next step, siç thua ti në plani im i anglisht. madh, Hapi radhës. Hapi radhës. Plani im i madh nuk është shumë plani i madh, sepse unë e dua shumë qetësinë shpirtërore dhe natyrën. Kam dëshirë ta kem edhe një cozy shop, kështu dikun më në qendër në Prishtinë, që të përgatis edhe brunch, si dhe të jenë cakes të mijat dhe 2 era kafe, kështu roastery, taman tjetë e pjekur të bëhet aty për aty dhe të bëjmë disa lloje, jo matcha, por kafe. Jo matcha? Jo matcha, por kafe. Matcha, kanë turbuar të gjithë me matchën. Del kjo moda matcha dhe avokado, do të më thënë, të shfaqet kudo. Kafja është kafe, që ashtu të me thonë, kafja është kafe, ëmbëlsira është ëmbëlsirë, çokolata është çokoladë. Do vish ta bëjmë bashkë në Tiranë këtë? Me kënaqësinë më të madhe. Edhe kam menduar dhe e manifestoj çdo herë, kam ëndër. Ta kem edhe një në Tiranë, sepse ne jemi një, unë kam veç një flamur. Okej. Bukur do ishte, në fakt, të ishte një gjë e tillë në Tiranë, po bëje në Prishtinë. Po, vetëm se sa i përket në Prishtinë njerë duhet ta nis, pastaj të vi edhe në Tiranë, por do t'jetë kështu me ëmbëlsira dhe brunch, diçka pak ku mund të
marrin të lexojnë libra, mundemi të bëjmë ndonjë ditë ndonjë aktivitet tjetër, të dekorojmë, të bëjmë ndonjë pilates hour, sa bukur. Plot Kam idera. qef kështu, shumë kemi Sociale. Të jemi kështu, tamam socializum ku munden me pas edhe fan, e njëjtën kohë me shiu, kafe, Jo të të bjerë fikët mbi ëmbëlsirë. Jo, sepse kam pasur disa thirrje edhe për këtu, në rast se mundesh për shembull, pse se hap edhe këtu ti dekorosh ëmbëlsirat, dasmat ato, atëherë unë nuk mundem sepse unë nuk mundem ta ndaj veten në 3 pjesë. Në 3. Duhet të kem dikën që e trajnoj, që mundet këtu, sepse jeta ime është në Kosovë, sepse unë aty kam familjen, por nuk mos e qo larg menç, që thojmë na. Për këtë çokoladën e Dubai ç'a mendon ti? Këtu mos më prek se kjo është katastrofë. Okej. Më falni që e them kështu. Kam pasur shumë kërkesa që t'ja u pregadis, kam thonë jo, nuk e bëj. Pse është katastrofë? Sheqer, ekstra sheqer, në bark. Plup, a e dyn si te filmat e vizatum kur i qesim, plup, të rënon. Se cila ëmbëlsirë duhet ta ketë të stabilizuar. Facts, do me thonë është me nutrition facts, këto që i shohim, stabilitetin në shije duhet të ketë thartësi, në rast se është pak e ëmbël, mandej me çokolada duhet të luajmë për shembull në varet ashtu me përqindjet e çokoladave, sa të përgatisim këtë fill me vanilat, me Ti nuk je nutricioniste dhe unë sigurisht nuk ta jap ty këtë përgjegjësi dhe barë, por ke informacion, ke bërë shkollën, është kjo Glucose Queen është një nutricioniste franceze, është dhe bestseller në New York Times, edhe ajo flet shumë për këtë punën e sheqerit dhe thotë që jemi gabim të gjithë që mendojmë që në mëngjes duhet të ham sheqer se shkon me njëherë në gjak. Por nëse ham një ëmbëlsirë pak në orë më të vona të ditës, pasi kemi ngrënë fillimisht proteina, apo fruta, dhe duhet jenë ëmbëlsirat pak në fund. Ti ke diçka për të thënë këtu? Unë për këtë rast, unë për veten time duhet të flas, sepse nuk jam as doktoresh dhe as nutriciste, sa i përket kësaj dhe nuk di se si funksionon organizmi brenda në rast se han para mëngjesit apo para ndonjë shujte, ndonjë ëmbëlsirë, pas unë nuk e preferoj. Ta marrësh me një herë mëngjes, një brioche apo. Ti bën brioche? Brioche po. Brioche është tjetër. Këto tash të vim te pastries, te mëngjesi, këto. Me një kafe, me një espresso deri në ora 12, pastaj është pranzo. Kolacione. Kolacione e kemi gjithë. Po unë as atë nuk mundem. Ndoshta arsyeja pse kam probleme me glutenin dhe i lë pak i mënjanoj. Sa herë flet italisht Adelina? Më duket Julia Roberts tek Halutu dashuror. Nuk e di pse. Ke edhe një pamje po dhe këtë italishten. I kam vetëm disa fjalë kështu të cilat nuk më kujtojnë ndoshta aty për aty. Se si ti them, sepse jemi të mësuar me atë dhe unë normalisht që çdo recetë gjithçka që e rikrijoj, prapë kam në gjuhën angleze ose në gjuhën italiane, të cilën e bëj pastaj më duhet me i përkthy kështu ma mirë në shqip dhe me i spjegu në shqip për studentët e mi. Por për mua së pari kështu gjë që u kisha rekomanduar, për shembull, për shkak të sheqerit natyral, kushdo që e pin së pari kafën e mëngjesit, ajo është në rast se kanë për shembull probleme me glutenin apo diçka, normalisht që do ta menjanojnë vetë, në këtë rast si unë. Po është shumë mirë në rast se hanë 2 kokat çokoladës të zezë. Pa e përzi kafen me sheqer, domethënë një espresso e vogël, shot, dhe 2 copa çokoladë të zezë dark është super mjaftueshëm, as nuk të ngin, as nuk të nxen. Nuk të rëndon, nuk të fryn, nuk të rëndon dhe është mjaftueshëm që ti e merr përmes saj, na merr sheqerin se ajo është çokoladë, është vetëm nga kakaoja dhe kakao buteri, domethënë vjen prej frutit kakaos. Çokolada për te 75% nuk përmban sheqer. Dhe është mirë atë ta hajmë. Pak, pastaj vazhdojmë me mëngjesin, sepse ne nuk jemi italian, nuk jemi francez, ne jemi shqiptar, ne kemi lukth tjetër, ne ndryshe funksionojmë, ndryshe ham, ne jemi mësu që
si të zgjojmë, të pim do një qaj, do një kafe, të hajmë mëngjes, pastaj I kemi ëmbëlsirat e këto tjerat, po dikush mundet me hangër edhe mëngjesin, për shembull, ose mundet me hangër do një torte apo kafe, po të e marë parasysh faktin që tashte jemi të gjitha në përpuna prej orës 7 në mëngjes, ose edhe më. E ka DNA jonë kujtesën e ushqimit? Pra, nëse para arsit stërgjyshja, nëna, ajo që ata kanë ngrënë, është edhe tek ne? Unë besoj që po. Por ne duhet jemi vetiu tashti të vetëdijshëm se çka hajmë dhe çka pranojmë të hajmë dhe sa I japim rëndësi të ngrënit. Në këtë rast e kam fjalën gjyshja ime, për shembull, kanë qenë kushtet më primitive në atë kohë, ka pas baktit e veta, ka pas kryeveprat e kuzhinës kanë dalë nga kushtet primitive, ama. Po. Të lutem, unë gjithçka them, çdo krijim më I famshmi në kulinari është I nxjerrur nga kushtet më primitive, të cilat si në këtë rast gjithë bota e don makaronat, picën, llojet e ndryshme, picën, I kanë është parmezani, këto domethënë gjithçka është bë prej seneve primitive. Edhe gjyshja ime ka përgatit vetë dhallën e vetë, qumshtin e vetë, pulat I ka rujt vetë, ato vezët e këto kriti kanë qenë dvetat kështu bio. Po në ndërkohë, ky emancipimi I tepërt na ka lënë pak anash për këtyne seneve, megjithse prap kthehemi dhe kërkojmë fshatar të ndryshëm të cilët I kanë dvetat dhe ku mundemi t'i marrim, për shembull. Po I kërkojnë dhe në Amerikë fshatarë, tregjet me fshatar. Unë I dua shumë se kudo që I thëm, po vjen ira dadajse. Është ira e gjyshës tem dhe nuk do të kisha dashur ushqim tjetër asnjëherë. Mami im afrohet, po them nuk e di është ajo ndjesia ndoshta që jam rrit. Çfarë bën te gjyshja jote një pjatë që ti të mërmalli shumë? Ne kemi piten. Pet me grosh. Pet ndoshta nuk keni ndëgjuar asnjëherë. Byrek me grosh. Byrek me grosh, po byrekun me grosh e kam pas me pastërm, se dhe pastërmën nga që kishte baktit e vete pastërma. Nga që kishte baktit e veta vetë e bënte, e mbajme në atë me krip të varur, edhe gjyshja ime. Dhe e kemi pjek në prush të shpëreti I druve, sa që kemi qenë në ohër, është fjalla, unë e nanën e kam të ohërit. Ata kanë jetuar në Vjenë, por kur vinte në ohër, gjithë shka ka qenë e pregaditon prej saj. Dhe ne si fëmi, gjatë kohës të pushimeve, unë ma si është kry në qershor deri në shtator kam nejt atje, edhe gjithmonë basajna, gjithçka që ka pregadit, ajo aroma të mrizi zonave kur shkoj, më vjen ajo ndjesi sikur jam në pranit gjyshës time. Sa mirë, do gëzohet shumë Altini Mrizit. Nuk jam takuar, po kam shku dhe më pëlqen tepër ndjesia, thash edhe më herët, më duket sikur e kam pranë gjyshën time. Ju vë emra tortave? Ka gjyshja, ka një tort, një kek, një ëmbëlsirë jotja që ka emrin e gjyshës apo jo? Nuk e bërë kështu. Jo, nuk ka. Fatkeqësisht në këtë rast, po mirë që ma qite në mend se kom e bo një, sepse këtyne herë, këto gratë. Kam bo ma tepër, diçka, janë kon këto hashuret, grurin e ka zi shpesh, rizo alate. Po, sultjash. Tomolorizin, po, sultjash. Edhe qka do tjetër që ka pregadit, diçka kanë qenë kështu pak ma të leta, ose veç brum me shërbet. Ëmbëlsirat. Dhe unë e eliminoj këtë pjesë. Nuk është pse nuk jam tradicionale, e dua shumë, mami jemi bën baklavat më të mirat në botë, po unë nuk e ha. Nuk më pëlqen shumë shërbet, nuk jam shumë e shërbetit, kom qef pak ma thata dhe ashtu që janë sikur të ngjiten në përdhom kur ti ha. Gjëra që më bëjnë kërce dhe ka një freski. Qashtu. Edhe mos kenë shumë sheqer që të jenë të lehta. Të mos e ndjej. Duhet bërë edhe këtë balancin, për shembull, gjithmonë shkon diçka më e ëmbël me diçka të thartë. Kam pasur një herë në një rast, edhe besoj që në rast se kam e përcjell, e din shumë mirë kush është. Me klientet e mia jam shumë e hapur dhe jam shumë e dashtun se jam shumë humble.
Jam shumë për tokë edhe me se cilin flasë edhe kur nuk më pëlqen mu diçka ose kur nuk më tinglon edhe veç e paramnoj, veç tam kuku, jo, nuk të qojnë spital. Thot, djali jam po don një torte e ka ditëlindjen banane me fistek, edhe veç në vjen njerë, tash paramnoti bananja, fisteko, fisteku tash ti fisteku, ai fistek ti komplet s'munësh me qit fistekun aty, po ajo ka përbërje tjetër, domethënë përbëhet prej çokoladës, do të më bë pasta e fistekut, pralina prej fistekut, krit fistek ajo, petën fistek, edhe bananet. Tash ti çka do që i bëhet, ai bëhet pure e bananës apo i rrin aty, veç e kom paramenu me hangër ata plus ganashin për mi. Thësha sikur për tortën e Dubajit që kam atë paramendim që veç bëj kështu sa herë që e shoh Dubai kek pat keq, unë vetë kam atë, nuk pa ofendime, pa kur gjë, mu vetë sikur më duket shumë e rëndë. Janë shumë të rënda, janë disa ëmbëlsira që janë shumë të rënda, me ëmbëlsirë nuk dohet mungi. Ëmbëlsira është për të shiju. Dhe sa herë tham, për shembull, kjo është për 10 persona, ka disa që thonë, po ko ka shumë e vogël atë diçka, është qëre veç ja bëj ëmbëlsira, nuk është për mungi. Këta e keni pas shujtave, sepse slow food, slow life, është ma e mira, hani ka dal, e hani drekën apo darkën ma ka dal, dhe pas ta në fund e shioni pak me këtë, kjo është shpërlamja. Ëmbëlsira është për të shijuar, tani t'ja bëj pak zili unë të gjithëve, ta marr pak, më duket sikur do ta thyej. Shiko, unë do të marrë ëmbëlsirën tënde, se ti ke të beben tënde, krimin tënd, ti bën ëmbëlsira, unë kam bërë një libër, unë po flet të librin tim. Nuk është i ëmbël, por është... Vajza ime thona ka qenë në promovimin tënd të librit, bashkë me tezën time dhe me nënën time, unë s'kam mujtë, se tezja ime erdhi apostafat vetë që të jetë në promovimin e librit tënd, por unë isha shumë e nxënadit, andaj nëna i kam edhe fotografit dhe thana, ka qenë prezente të pa ty të të ndjek dhe ka bë pak spektakël, gjithashtu. Dhe unë e kam takuar thanën dhe nuk e di. Tek Dugagjini? Jo, tek Dugagjini, tek një... Tek Menza... Te Menza, Rami Sadiku. Tek promovimi i librit tim të parë në Prishtinë. Unë jam shumë e lumtur që e posedoj së pari do të ta shkruaj pastaj. Duart e mia patjetër, që duhet ma shkruash, sepse edhe unë jam në krijimin e librit tim, po do të jetë libër pak autobiografi dhe receta të ndryshme, në ndërkohë jo këto, të cilat prezantohen kështu si final look, por janë receta të cilat mund t'i krijojnë në shtëpi, sepse ashtu kam nisur dhe ashtu dua ta përfundoj. Po, nuk e dija do t'i dhe mundur të bëjmë ne këtë arkitekturën e Adelinës, ndoshta nuk besoj as shihen, se është okej. Dhe nuk është, ajo që po mendoja gjatë gjithë kohës, që kur e pash tani në fund, është sepse torta nuk ka psuar asnjë ndryshim. Unë jam shumë kurioze për shihen. Është e bukur, është me zemra. Me që jemi në prag të festës së Shën Valentinit, edhe po le ta gëzojmë Shën Valentinin të gjithë. Kudo që ndodhen. Dashuria mbi gjitha. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abi Bank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.